Përshëndetje miq, jemi me episodin e dytë të podcastit Publiku. Të ftuar kam një mik të vjetër, i cili është edhe përkthyes, edhe profesor i gjuhës angleze, por në një farë mënyrë edhe një intelektual i angazhuar. Do të flasim sot për Palestinën, për kauzën e Palestinës, për raportin ton edhe të impaktit që kemi në opinion publik për këtë temë, këtu në hapësirën shqiptare. Visar Zeka, mirë se erdhe në podcast. Mirë se gjej, i merë Topanica, po më vjen mirë që jemi në këtë podcast, se podcastën zakonisht më pëlqejnë ma shumë se sa këto emisione tjera, se është një farë lloj afërie ma e madhe dhe është një farë ambienti ma jo formal dhe besoj mundu me fol ma shlirë. Për çfarë do teme dhe ndihem si në shtëpi diqysh. Ta detyron me largu këtë lloj formalitetin, edhe që është i zakonshëm prezantimi, më thash. Po, pikërisht ajo është çka të bën muni sikur me ma natyrshëm. Ma natyrshëm. Edhe biseda rrjedh ma natyrshëm. Edhe biseda rrjedh ma natyrshëm, edhe është një farë lloj sikur me pas qenë kafe. Po, muhabet shlir, është spontan. Biseda. Mi largu ato gungat akademike që Fiks. Visar, ka një kohë bukur gjatë që më është kriju përshtypja, besoj edhe ty, që opinioni publik tek ne e ka hesht çështjen e Palestinës. A ketë njëtën përshtypje sigurisht apo unë jam gabim? Po, sidomos prej 7 tetorit e tutje 2023, është thuajse gjitha segmentet e shoqërisë tonë, tjetës publike, figurat e mëdha publike, për politikan mos zbot llafi, mediat e korporateve ose mediat më të mëdha, me ndonjë përjashtim, ato janë rreshtuar në anën e Izraelit dhe këtu s'ka dyshim. Do me thonë, gjithçka ka frymu edhe gjithçka është raportu, është publiku, ju është mbajt ana shtetit genocidal të Izraelit fatkeqësisht. Ka pas, tash munda mos mi numru edhe me emra, ka pas edhe disa prej medjave cilat tek tuk kam publiku diçka për krizën e thellë humanitare në Gaza, për gjenocidin në Gaza, për bombardimet e vazhdueshme, ku diku mendohet se janë 70% gra dhe fëmijë, shumë pak luftëtar që kanë vdekur, shumica janë civil pa armatosën, të cilat me çdo parametër ndërkombëtar nuk ish dashur me ndodh, dhe ish dashur shteti genocidal i Izraelit tashmë me dhon përgjegjësi edhe ndërkombëtare, edhe ligjore para organeve ndërkombëtare për krejt këto dëbame që ai bën në Gaza. Mirë po, te na është heshtje, sidomos prej figurave publike dhe jetës publike, kjo thujase nuk ekziston fare. Dhe janë disa shkaktarë të cilët mundu me diskutu bisede si për tash. Nuk e kishim ngrit kështu si temë, si çështje, po një farë mënyre me Gazën, si referencë, edhe si ngjarje një farë mënyre e madhe, një gjenocid që vijon me ndodh, matet pesha jonë, jo vetëm si individ, po se pretendojmë që jemi grupi më i madh një farë mënyre brenda shoqërisë. Ish dashur me pas një farë impakti, si besimtar të paktën. Po, ashtu është, tash natyrë shumë shtrohet pyetja pse na në Kosovë do të me ngrit zonën për gjenocidin në Gaza. Në fund, çka na lidh neve në Kosovë me Gazën? Ata janë shumë larg kështu gjeografikisht, kulturalisht mundu mos me përku fort, mundet me na lidh elementi fetar në një farë mase. Edhe zakonisht publiku, ose më mirë me thonë mainstream mediat, politikante këta e kanë paraqitur sikur na s'kem kurrë asnjë lidhje me Gazën atje. Mirë, po kjo nuk është e keqja. E keqja është se ata në një farë mënyre islamofobin dhe urrejtjen ksenofobin ndaj një populli, në këtë rast me mërmendja të arabëve, e mshefin me ato se Palestina demek nuk na ka pranu, nuk na ka njohur si shtet i pavarur. Kjo tashmë ma pak pin ujë, sepse edhe popullata e përgjithshme përmes mediave të pavarura, në ndër mediat jeni jo, të pavarura që ju përgëzoj për punën,
e kam pa shumë mirë gjendjen edhe se çfarë po ndodh në realisht në Gaza. Do të thotë nuk është punë mo a na kanë pranu, as na ka pranu Palestina, sepse ajo nuk ka kurrë roli as ndërkombëtare, as lokale, as ata janë në një farë mënyrë ty në nështru gjenocidit. Për me mbet të pyetja, cilën e shtrovet edhe unë e ngrita si çështje pse na do të me folë për Gazën. Mu ma mërmendja mas pari ne si besimtar. Najna musliman. Dhe neve Allah na thot në Kur'an me folë të vërtetën edhe nëse ajo është bjen desh, kundër nesh, kundër tafërme tonë kështu me radhë. Do të thot kur gjë do të me folë të vërtetën. Qoftë publikisht, qoftë në ambiente jo formale, kuda ti e flet të vërtetën. Dhe e vërteta nuk ka ngjyrime fetare, nuk ka ngjyrime kombëtare, nuk ka ngjyrime partijake, nuk ka ngjyrime fisnore. E vërteta është e vërtetë. Tazom, të vërtetën e flet, madje zëshëm, dhe madje në një mënyrë çka unike, çka besoj dikush që e ka bëu deri tash, ndoshta e ka kopjuar ato mirë, po ka ardhur një kardinal i Vatikanit, nëse s'gaboj, dhe e ka marrë në një mesh. Ma herët u flit se papa nuk e di a papa, mirë po e di që kardinali sigurt i Vatikanit e ka mban një mesh ku i lexon emrat e gjithë fëmijëve që janë vrarë në Gaza. Dhe kjo e ka thonë të vërtetën. E vërteta nuk një fe ngjyrime fetare, kombëtare kështu me radhë. Do të thotë ai e thot vërtetën. E ka thonë të vërtetën sepse e ka lexuar në mesh, i ka lexuar emrat e gjithë fëmijëve të vrarë. Ne si musliman do të themi të vërtetën. Ish dasht mu identifiku me ta dhe ta themi të vërtetën. Shiqa, unë nuk përjashtoj edhe anën subjektive tonë. Është edhe ana subjektive. Neve na lidh dhe feja me atë popull atje që jashtë ju nështru gjenocidit. Dhe është e pritshme ka ana subjektive me reagu dhe është diçka e natyrshme. Gjë që nuk ka ndodhur mos siç ish dasht me ndodh, siç kena me bisedu tash e tutje. Dhe tash kur e them, do ta themi të vërtetën, pyetja tjetër më që vjen, çfarë ndikimi ka i mere, çfarë ndikimi ka visare, pse atje po bëhet më mirë ti që po del për shkruan një artikull, pse ka më bëu më mirë për Gazën e ti që po e mbajmë këtë podcast këto, pse ka më bëu më mirë për ata atje që del dikush në një protestë që kena organizuar edhe e kemi ngrit zonën kundër gjenocidit atje. Jo, nuk ndreq. Mirë po ti prap je ki urdhër prej krijuesit ton, prej Allahut për me thonë të vërtetën. Edhe nëse është ndam tonin, ndam të partisë, ndam të një medhhebit, ndam të atit, ndam të një grupit të caktuar, ti dush me thonë të vërtetën. Mu më pëlqej shumë një thanje e një hoxhës amerikan, Omer Sulejman, i cili është me prejardhje palestineze, është lindë u rrit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili tha kështu: nëse kur gjë në këtë botë nuk mundesh me ndiku në rrjedhat e gjenocidit në Gaza, të paktën në ditën e gjykimit, Allahu ka mi marrë ato viktima dhe ka me thonë, kë, apo e njehni? Thot jo. Thot këta kanë fol, e kanë ngrit zonin për ty që e masakru, kur kërkush tjetër s'ka fol. Ata nuk na njohin, por Allah na nje, edhe nëse kur gjë s'ka, ishdosh që kjo në një farë mënyre me qenë shtys për muslimant me thonë dë vërtetën, me qenë ma aktiv në këtë drejtim. Se të ke fundit na në një popull që kemi kalu në përvujtjet e njëjta dhe e dim, ande i kemi të freskëta ato. Dhe në një farë mënyre kur një popull si që janë Gaza, unë tash nuk e din Gaza sa janë të njoftuar edhe sa janë të informuar krejt për gjenocide që kanë ndodhur edhe në Kosovë, po të paktën ata që e din e ndjeni farë lehtësime kur një popull që i ka kalu në përvujtjet e njëjta e ngrit zonën edhe për ngjarjet që po ndodhin në Palestinë, në Gaza më specifikisht. Do të thotë është një farë lloj solidariteti njerëzor, se tek e fundit e vërteta është njerëzore dhe Allah e kërkon këtë vërtet. Ajo, përpara se me dalë të artikulli i famshëm që ndoshta ka ndodhur, ju kom rikthy disa herë, mbi Gaza nuk fluturojnë me lajket. Kjo heshtja, dhe me thonë, në opinion për çështjen e Gazës, nga një perceptim i jashtëm mundet me u pasi një farë e rastishme, si e kushtimisht, si e natyrshme. Mirë, po duket që qëndron një farë lloj
industrie e angazhume që investon vazhdimisht në amortizimin e faktorëve që mund me promovu kauzën e Gazës. Do të thonë Kosovë, ndoshta jam gabim, po nuk është e rastishme kjo heshtje. Edhe unë mendoj që nuk është e rastishme, aq më tepër prej autoriteteve dhe figurave. Për institucioneve po se po. Politika ajo kuptohet, Për politikës është e rastishme. po se po. Ajo nuk është e rastishme, kurrë nuk ka të rastishme. Sepse politika ose autoritetet e larta me propagandën e tyre bojnë që në opinion me qarkullu një farë ideje se ne jemi me botën demokratike. Atje po luftohet terrorizmi. Do të me ditë një gjë këtu se kjo mua bete si për disa gjëra po më kujtohen. Terrorizmi, por mos me dalë shumë për temës, terrorizmi mas pare është një farë, edhe këtë kjo lufta kundër terrorizmi që veçohen dhe specifikohen vetëm muslimant, vjen prej cionistave, do të thotë prej 11 shtatorit e tutje, do më thonë është pjell kryekput e cionistave. Është diçka që ata e kanë farkëtu, e kanë propagandu, e kanë imponu, e kanë përhap në përbot, e kanë financu, dhe tash në një farë mënyre ti del, nëse e ngrit zonën për çështjen e Gazës, ti del si një lloj terroristi ose për krahas i terrorizmit Hamasit, gjë që nuk qëndron. Te ne është një farë përshtypje, me çka maskohet kjo dirigjust. Me çka e maskojnë këto? Unë mendoj që këto e maskojnë me një kështu, bota demokratike është pro-Izraelit. Dhe Izraeli është demokracia vetëm në lindjen e mesme, siç është propagandu dhe është një tokë fjalsh. Një tokë fjalsh. Përsëritet. Bajat thuja, se ajo nuk ka të bëj kurgjë me demokracinë lindje. Jo, tash e shohim në veme sipër. Kjo maskohet me këto. Mirë po, në opinion gjerë, është se perendimi si kur flet një zëshëm për këtë çështje. Për shembull, media tonat mainstreamit nuk i publikojnë protestat e mëdha në perëndim, prej jo muslimanëve që buan. Në përkraje të Gazës. Ato nuk i shas kont. Dhe një njeri tash jo se është vlerë në vete, po një njeri cili e flet vetëm një gjuhë ose nuk mundet me përcjell në gjuhë tjera, sidomos në anglisht, mediat dhe mediat sidomos të pavarura, jo mediat e korporatave, të mainstreamit, e vrejnë e shë sa përkraje të madhe kanë bota perëndimore, njerëzit e civilizun të perëndimit për Gazën, për dallim prej politikanëve tyne. Dhe e njëjta gjë ndodh edhe në perëndim. Politikanët e tyre e përkrajnë Izraelin, ndërsa jo edhe populata. Populata në masë të madhe është vedisu, sidomos me këto mediat sociale dhe me mediat e pavaruna, mediave të pavaruna, edhe e kanë thyë në një farë mënyrë atë propagandën e Izraelit. Izraeli dihet se edhe i ka financuar dhe i ka mbajt këto çaquhen corporate media, mediat e korporatave ose mainstreamin. Pra po, është një dirigjim i cili maskohet me këto se nëse ti flet kundër Gazës, nëse flet ti kundër Izraelit pro Gazës, atëherë ti në një farë mënyre je ngrit kundër demokracisë perëndimore kështu me radhë. Mirë po kjo nuk qëndron, sepse perëndimi nuk flet një zëri. As akademik homogen, as akademikët e tyre, as analistët politik, edhe politikanë, as politikanët e tyre nuk flasin një zëshëm, mirë po neve na paraqitet sikur flasin një zëshëm. Arsyetimi tjetër, se do të më përmend edhe këto, është se shiqa, ne jemi popull i vogël, dhe nuk kemi edhe ashtu ndikim në politikat e mëdha, këto janë politikat mëdha globale, kështu më mirë të heshtim. Munden me hesht politikant, po jo populli. Populli s'mundet me hesht. Individ s'mundet me hesht. E vërtet. Politikant le të heshtin, figurat, disa analist politik le të heshtin, ata mund mos flasin kur për këtë çështje. Por s'mundet me bind krejt populatën, nuk mundet me bind krejt gjitha segmentet e shoqërisë se ato do të me hesht. Muslimanëve ju ngarkohet një barë edhe më e madhe këto, sepse mendohet se muslimani sa të flet pro Gazës është mënyrë pro këtij grupacioni terrorist ose atij që në një farë mënyrë është përgënjeshtruar, tash edhe kanë dalë shumë informata se madje edhe mbrapa disa grupeve terroriste siç është
ISIS-it qëndrojnë financume prej autoriteteve izraelite, Mossadit e kështu me radhë. Ato ndoshta ajo është temë tjetër, megjithatë kjo e ka peshën e vet dhe e luan rolin e fortë propagandistik, sidomos kundër muslimanëve. E këto grupimet e reja që kanë ardhur, po këto janë sofistikume, mundohen me sofistiku propagandën e tyne, sidomos kundër muslimanëve në favor të Izraelit, sepse mbrapa tyne tek e fundit fshihet në islamofobi, në ksenofobi edhe mos durim në komunitetit të tanë fetar, i cili nuk është autokton këtu, nuk kemi ardhur prej vendeve të huaja këtu edhe me ideologjizu fetarisht Kosovën. Ne kemi qenë këtu jemi lindë, rrit me Ramazane, me namaze, me gjitha këtu, me xhami, nuk është diçka që na ka ardhur neve re. Masivizimi i trive dhe shkurja e trive në xhami, pastaj ka ardhur në një farë mënyrë si pjesë e edukimit dhe shkollimit të xhallarëve në vendet e ndryshme arabe dhe jo arabe, dhe kjo është diçka e natyrshme. Është pjesë e kulturës tonë. Pjesë e kulturës identitar, ato s'mundet me mohu askush. Po, ashtu s'u ne mohon ato. La përshtypjen me gjast ndoshta ke pa edhe ti legjenda e Rukut, Roger Waters, para disa ditësh një shkëputje për një interviste me Tukerin, që i thot në një turne, nëse s'gaboj në Argentinë, nuk kam bri me gjetë hotele, po, se nuk i kam pranu hotelet për shkak qëndrimit të ti pro Gazës. Po. Po du me kontekstualizu në një farë mënyrë përgjigjen e tina në mjedisin tonë. Me siguri kemi thënë edhe vetë për figurën e ju vetëm për Roger Watersin, po edhe për plot figura tjera në perëndim që nuk po heshtin, po vijojnë me biledhen në kampionatin e fundit. Ndoshta me qef i kishin izolu disa raste, po nuk mbrishin i kontrollu sepse ndodhshin aty për aty. Në kampionatin e futbollit, disa simbolika kështu pro Gazës. Këtu tek ne, a i bie që ne, jemi të kontrolluar edhe njerëzit që ish dasht me ngrit zonin, për para me edhe te një farë mënyrë, me ju prik këtyre çështjeve, me fol tepër me zë shumë më të qartë, më të artikulum se sa ne, po, sigurisht, që jemi edhe ashtu të relativizu në një farë mënyrë. Po, sigurisht ish dasht, ajo është, kthejmë pak të Roger Waters, ajo është figurë e njohur e rokut, e kulturës, e artit, dhe e aktivizmit ti politik të shqum. Ai ka shku vetë në Palestinë, para disa dekadave, dhe ka pa aty për aty se çfarë po ndodh, para disa dekadave. Dhe prej atij momenti e tutje është tu marr aktivisht me Gazën. Ai thot në intervistë, po i referohem intervistës që e përmende, te Tucker Carlson, thot që kjo dukuri nuk ka ndodhur para 7 tetorit 2023. Kudo që ka shku për turne muzikë ose fjalim, ka gjetë hotele pa problem, nuk e ka kqyr kush. Megjithatë, pas 7 tetorit e tutje, thot gjanat janë acaru edhe në një farë mënyre e ka shtirë me gjetë hotele jo vetëm në Argentinë, po ku do të sidomos në Amerikën Latine dhe gjetio është sikur rezervimi hoteleve për ta është sikur i ndalum. Pse? Sepse ata i friksohen figurave publike, figurave të shqume të artit, se e lojnë ndikimin e tyre të thellë në shoqëni. Dhe kanë mrime përmes rrjeteve sociale të pavarura, kanë mrime shtrin ndikimin e tyre. Te na nuk ndodh. Te na, nëse mundemi me quajt media alternative, këto fal drejt ose tjerat, këto e ngritin zonën, disa individ dhe kaq. Te na nuk ka sensibilizim të opinionit për Gazën në shkollë publike, sepse individualisht unë e di me se cilin që e takoj, ajo është shumë mirë informuar për gjitha këto që ndodhin Gaza. Jo, nuk ka sensibilizim dhe nuk ka prej aty në segmenteve që ish dasht me ardhë. Po i referohem esejës time, edhe po e përmendim mbi Palestinë nuk fluturojnë me laqet, pse e kum titullu mas pare mbi Palestinë nuk fluturojnë me lajket,
është se kur ka shpërthy konfliktin Siri, pavarësisht se çka ka ndodhur epilogët gjitha ato, dhe shpresoj ata kanë me gjetë rrugën e tyne rikthimit edhe rimëkëmbjes, edhe pse mjaft vështirë, është se atje disa hoxhallar në për hutbet e tyne kanë qenë zëshëm reklamojshin se kanë pa me lajke të fluturu në Siri, kanë ndihmu këtij grupi, atij grupi kështu me radhë. Kur ndodhi në Gaza, askush nuk dilte me propagandu ose me na thonë se mbi Palestinë, edhe mbi Palestinë po fluturojnë me lajke. Unë kisha përshtypjen që atje nuk fluturon asnjë me laqe. Kanë fluturu në Siri, sipas disa hoxhallarëve, por atje jo. Kjo më ka shtyr me shkruat e sej ku i kum përmend pikat cilat në një farë mënyrë edhe jemi tu i diskutu këto. Në mesin e tyne kum përmend se heshtja vjen në rrafshin global prej figurave më të mëdha të dietarisë të perëndimit, është heshtje me përjashtime. Po ato janë përjashtime. Po. Dhe te ne thuja se s'ka fare figurat publike të jetës akademike. Unë ndoshta ka, po unë deri në ato momente kur e kam shkruar se diku në janar 2024 që ju e keni botu, nuk kam has ndonjë figurë e shqume akademike që e ka trajtu çështjen e Gazës. Mirë po, ka në Gaza, me sa e dione, gati çdo universitet është i bombarduar dhe i shkatruar. Shkollat janë masivisht shkatruar. Është një skolasticid i llojit vet. Nëse akademik ton dhe figurat e jetës akademike për kur gjë atëherë ish dosh të reagonin për këto. Për këtë kampanjë tegër të Izraelit, madje edhe kundër institucioneve akademike. Ka heshtje. Ndoshta ka ndonjë se ndoshta pihi në hak dikuj, ndoshta ka dikush që ka përjashtime, po kur them figura akademike, janë figura tjetës që merren me figurat akademike, drejtimeve politike, shoqërore, shkencave shoqërore. A ka profesorat universitetit tonë? Po, ka, na e dim. Mirë po, prapë edhe ata janë pakic, janë zërat të marginalizum. Me ta forcu argumentin se po ndërprej. Po, jo. Domethënë ka pas këto sensibilizime të grupeve për shembull të caktuara shoqërore. Fjala vjen gazetarëve me vrasjet e gazetarëve në Ukrainë, konfliktin Rusi-Ukrainë. Bile ka pas aktivizëm çashmal, saqë janë edhe nëpërmes institucioneve, ndihmës institucioneve kanë ardhur disa prej gazetarëve këtu janë rehabilituar, mandej një farë promovimit të këtij humanizmi edhe në mediat tona. Mirë po për Palestinën, ku ka ndodhur një farë lloj, ç'ma thënë, kapërcimi i çdo parashikimi të mundshëm negativ mbi luftën, edhe mbi pasojat e luftës, ka një heshtje të frikshme. Domethënë, askush nuk solidarizohet me asnjë rast të vrasjes së asnjë gazetari. S'po flasim për profesione të tjera, për mjek, për shkrimtar, poet, domethënë stres intelektuale, aq më pak për universitetet që i përmende shkolla e kështu me radhë. Mos është kjo ajo që e quhen Norman Frankenstein, se nuk po di si t'ja shqiptoj drejt emrin, sepse Frankenstein e kam shqiptu deri vonë. Se kam ditë që vjen prej aksentit gjerman. Po, vjen gjerman. Ti e ke përkthy, domethënë, mos është fjala për një farë industrializimit të holokaustit. Para se me dalë të Finkelstein, se amerikanët i thonë Finkelstein, përja shqiptojnë mbi emrin e Norman Finkelstein. Para se me dalë të libri, është e frikshme heshtja atyne. Po. Heshtja atyne kategorive ndryshme shoqërore. Ata dhe kjo nuk ka dyshim tash, ata nuk e kanë breng të vërtetën. Ata e kanë breng kujt kanë me dhonë llogari. Ata i japin llogari financuesit tyne, i cili do këtë i pushtetshëm dhe i fuqishëm. Të paktën deri tash. Dhe brenga atyne është si mu promovu, me marrë pozit, dhe në një farë mënyre me ushqyme fonde.
mu ushqy me fonde dhe në një farë mënyre pse jo edhe me derdh krejtat urrejtjen kundër muslimanëve, kundër arabëve në këtë raste kështu me radhë. Sepse ata tek e fundit nuk janë bash njerëz, atje ka lindja e mesme. Dhe që ka na intereson neve, ne kryesorja marrëm këto fonde, promovohëm, dalëm në për dreka, darka, e kështu me radhë, këta janë perëndime, këta janë të emancipum, këta janë të përparum, pse mu bo me ta atje? Çfarë dobije kemi në atje? Sepse nuk ju intereson tek e fundit të vërteta, ju interesojnë vetëm fondet, kjo dihet. Pastaj është, këtu tash do të me nënvizu diçka. Këta tant, shtresave ndryshme, pse kanë këtë frikë? Sepse perëndimi është i tillë dhe ashtu e shohin, nëse flet për këta, i hub fondet. Pra, te ata zhvillohet kjo islamofobia e ksenofobia krejt, teksa paradoksalisht ata neve na mbajnë leksione për drejtat e njerëzit. Chris Hedges është një analist i shqum politik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe jo vetëm ai, po ka edhe tjerë, plot tjerë, po ai veçohet si një ndër kritik më të zëshëm në këtë drejtim. Chris Hedges thot, bash tash, nëse deri tash kemi pas naj dyshim ose naj fije ku mu kap, bash tash perëndimi nuk ka asnjë drejt mi marrë leksione as kujt në botë për drejtat e njerëzit, për vlerat humanitare kështu me radhë. It's zero. Me rastin e Gazës janë shemb gjitha ato çka standardet e pretendume të perëndimit. Kështu që kat ata ta zon gazetar ton na flasin për standardet, për perëndimin, për kështu, për këto vlera, ato janë shemb moti me Gazën. Dhe aq më tepër kur nuk e përmendin Gazën dhe na promovojnë si ne jemi pjesë e një bote demokratike e ku ta dijon. Domethënë kjo botë edhe qëllimisht është e kontrolluar dhe botë e kanë një cak. Domethënë heshtjen e zërave kundër. Kjo është edhe disidentëve. Tamam. Këto është te ne, po edhe në perëndim. Mirë, po në perëndim për dallim prej neve, është disident janë shumë të mëdhej, shumë të zëshëm, shumë më ndikim se përpara. Ndërta është edhe Norman Finkelstein për mi u kthy librit. Norman Finkelstein ka qenë aktivist, është shkencëtar dhe politolog i shqum. Hebrej, po, është qifut me prejardhje. Prindët e tij janë viktima të Holokaustit. Bile thot dajt dhe migjallart e tezet e hallat, thot janë gati gjithë vranë në Holokaust dhe unë nuk e di, në fillim të librit, thot nuk e di se si është mi pas ata, unë e di se vetëm ata janë motra e nanës, vllai nanës, motra e babës, vllai i babës. Ai librin e shkruan edhe për çështje personale sepse ky dëshiron me këtë libër me hedh në pa një armë të fort ideologjike të qifuterisë të organizuar amerikane. Ajo është Holokausti, industria e Holokaustit. E industria e Holokaustit shndrohet në armë ideologjike, bashkë prej atyne që mundohen me rujt kujtesën e Holokaustit. Nashta është e udhës me përmend pak librin. Po, patjetër. Librin Norman Finkelstein e shkruan në diku ka fundi viteve 90-ta. Në atë kohë Holokausti ka marrë përmasat jashtëzakonisht mëdha në Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes filmave, përmes literaturës, përmes lajmeve, përmes çdo mediumi të mundshëm. Dhe ky është shkruar si kundërpërgjigje se Holokausti nuk është ashtu siç na propagandohet, por se mbrapa atij qëndron një industri shumë e fuqishme, për qifut dhe jo qifut, cilët vetëm galen e rehabilitimit viktimave të njëmenta të Holokaustit nuk e kanë. E kanë krejt tjera gjëra i kanë, ndërto është armë e fort ideologjike Holokausti për mrena, për propagandim dhe për menaxhim të fondeve, ndërsa nga jashtë, për politikave të jashtme është me imunizu Izraelin ndaj çdo kritike tash e tutje, sidomos për luftës 1967, luftës 6 ditore, ose lufta qershorit që njihet, kundër një koalicionit shteteve arabe, për tash e tutje Izraeli imunizohet për çdo kritike ndërkombëtare. Kjo është, domethënë, qëllimi i Holokaustit. Kjo është kapitulli i parë, se ndon 3 kapitull janë më të rëndësishëm të Finkelsteinit në libër, ato pas shkrimet merret me procedura gjyqësore, cilat nuk është ndoshta mirë me lodh dëgjues. Këto tash janë procedura ligjore me cilat merret ka fundi i librit. Mirë, po te këta 3 kapitulli i parë është kthimi i Holokaustit në armë ideologjike.
Këto e bën ai një vrejtje shumë interesante. As grupet e organizume qifute, në disa konferencat shqume, as segmentet të tëra të shoqërisë amerikane, deri para vitit 1967, Holokaustin nuk e marrin si një gjë e madhe. Madje është tepër i marginalizuar. Ndonjëherë thot mundesh me diçka për Holokaustin para vitit 1967. Madje edhe disa grupe të shqume qifute, të organizata shqume qifute, në disa organizime nuk dëshirojnë as me përmend Holokaustin. Mirë po mas vitit 1967, Holokausti përmbyset kjo edhe kthehet dal në armë ideologjike. Mos të flasim për fondet, për shpërdorimin e fondeve të mëdha që i kanë marrë industria Holokaustit, që i zhvat, sidomos 2 shtete, banka zvicrane dhe industrinë e Gjermanisë. Jo se Finkelstein i mbron thot banka zvicrane ose industrinë e Gjermanisë, po që mundohet me tregu të vërtetën se çka ju bën kjo industri këtyne 2 shteteve. Pastaj edhe shpërndarja e fondeve është problematike, është korrupsion veti, thot Finkelstein e vet këtyne aktorëve. Kapitulli 2 merret me një diçka me një temë shumë interesant. Kapitulli 2 është Holokausti ngrihet mbi 2 dogma të fuqishme. E para është viktimat qifute janë viktima unike. Janë të veçanta, pa shembulltyr. Dhe e dyta, urrejtja e jo qifotve ndaj qifotve është gjithar jo racionale dhe nuk ka asnjë shpjegim veç se e urren veç pse është qifot. Bile ndëshkueshme ligjërisht. Dhe këtu thot përbojnë sikur me thon tash 2 shtyllat kryesore edhe të judaizmit edhe cionizmit. Pastaj kjo ngrihet këto dogma i propagandojnë përmes literaturës edhe përmes muzeut. Përmes literaturës Finkelstein mjeshtrisht dhe imtësisht në një farë mënyre e shpartallon këtë literaturë, sepse i nxjerr gjithë ato libra bazuar mbi dhëna të pasakta. Madje dhëna të falsifikume. Dhe në fund këta autorë që janë marrë si armë dhe si instrument për me tutje propagandën, faktikisht disa shtëpive botuese dhe u tërhequn prej shitjes këto librat. Dhe kjo dokumenton këto në mënyrë mjeshtrore. Pastaj ngrihet mbi muzeun e Holokaustit. Për shembull, Finkelstein e përmend se ciganëve ju bëhet një hile e madhe sepse ata kanë qenë viktima gatis në numër me përmasat njëjta sikur se edhe qifotët. Mirë, pa ata nuk figurojnë askund. Sepse thot mbi çdo 2 dogma që vujtja qifute është vujtje unike, Holokausti ka qenë unik dhe vetëm jo qifotët gjithherë kanë një urrejtje unike ndaj qifotëve, atëherë në një farë mënyre këto nuk e lojnë tutje muze tjerë për kujtimore dhe gjitha fonde tjera që derdhen këtë drejtim. Mos flasim se u imunizohet pastaj Izraele prej çdo kritike, për çdo kritike ndaj fushatave, spastrimit etnik në Gaza, e tutje zgjerimin e Izraelit që është pastaj në temë veti. Kapitulli 3 për me përmbyll, mos me zgjat më shumë, është kapitull ku në kohën kur qifut po i zhvatin vendet evropiane, disa avokat shumë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës organizojnë për popullin indigjen të Amerikës padi kolektive kundër qeverisë të SHBA-ve për damet që u konsideru diku $137 miliard, për damet që u kanë shkaktu popullatës vendase kur kanë ardhur, kur i kanë pushtue, pastaj i kanë asimilue, kështu me radhë. Mirë po thot, aq shumë pengesa ligjore, thojza ligjore dhe administrative, burokratike kanë hedhur në rrugë qifuteria organizume e Amerikës, so që popullata indigjene ka mbet pa i marrë ato reparacionet për dallim prej Zvicrës dhe Gjermanisë. Finkelstein e argumenton se ca kanë qenë edhe shtetet e Evropës lindore. Ca ku përfundimtar kanë qenë shtetet e Evropës lindore mi zhvat ata skajshmërisht. Është një figurë aty që ndoshta nuk ja vlen me përmend emrin e tij, thotë pikërisht kjo figurë kur ka qenë pjesë e industrisë të Holokaustit, ka qenë ndër figurat më të zëshme për zhvatin e këtyre shteteve dhe për marrjen të reparacioneve të viktimave të Holokaustit. Mi po thot kur është bë kreu i departamentit thesarit amerikan, bashkohen e tij kur ngrit kjo padia pe popullit indigjen, thot ai ka qenë ndër pengus kryesor, ai që ka qit pengesa kryesore për mos më marr, sepse nduket do të më qenë vujtje unike pi popullit unik, pi popullit përzgjedhur, dhe
tjerë që nuk janë qifot, kanë një urrejtje patologjike të pashpjegueshme, jo racionale ndaj popullit qifot. Dhe kë e shpartallon në mënyrë mjeshtrore këtë propagandë të industrisë të Holokaustit, e cila është kryer në industri. Chris Hedges, pikthejmë prap, thot industria e Holokaustit me gazën e tutje, tash këto gati 3 vite, është diçka e vdekur. Nuk ka kurfar funksion, nuk po funksionon më. Madje edhe studimet për Holokaustin thot mund t'i numërojnë gishta student arab, ndërsa student që thua se nuk ka asnjë që është interesuar për këtë punë. Kështu që kjo industri e ka argumentu Finkelstein se ku qëndron. Chris Hedges thot kësaj ka ardhur fundi me masakrat e Gazës. Kjo kem pikat shkurta librin që e kum përkthy. Arsyeja pse është përkthy libri, se ndoshta është dashur me përmend fillim, është thjesht lexuesit shqiptar më ofru një material bazë edhe shkencor për një industri aq të fuqishme që qëndron mbrapa përkrahjeve të sulmeve në Gazë, shtetit genocidal dhe terrorist të Izraelit. Pra edhe lexuesi shqiptar me qenë në një farë mënyrë më informuar, ka ana shkencore e tërë kësaj industrie e cila deri kohët e fundit ka pas ndikim të jashtëzakonshëm, jo vetëm në SBA, po edhe globalisht. Se ndoshta përsëritëm disa herë heshtje. Po në të vërtet ka individ, për shembull, fjala vjen edhe prej fushës Pringavi, po edhe fushëve tjera. Për shembull, po i përmendim me emra Donika Dabeshevsi, një poetë e njoftun, ka një poezi për Gazën. Kushtu me një viktime të Gazës, një fëmijë, Besnik Joha, po ashtu ka një përmbledhje me poezi për Gazën, të titulluar Gaza. Një rast tjetër po më vjen ndërmend Halil Ibrahimi, shkencëtar i njoftun, një zbulim ti, një insekt e emëroj me nëse të gaboj me një emër që e lidh me Gazën. Po gjithsesi, domethënë të gjitha këto referenca janë të marginalizuar prej kësaj industrisë, e cila këtu tek ne është mjaft aktive, në botë ka dështu. Hollywoodin e kemi një rast shumë unik, ku figurat të shquarat, aktorët njohur, regjisorë, kështu kanë dalë hapur tashmë me qëndrim edhe nuk kursehen me kritika ndaj edhe vetë shtetit ku jetojnë edhe veprojnë. Gjë që i ka kushtu edhe në karrierë. Në karrierë, në financimin. Po, absolutisht. Po, tek ne, pse, dhe më thonë, kjo lloj industrie ende fuqishme? Unë mendoj se kjo është një vazhdimsi, sikur derisa atje po fillojnë ato ndryshimet edhe po shembët, ato sikur rroth koncentrik të ne të fundit, e prek shoqërinë tonë të fundit. Po flasëm për heshtjen dhe fatkeqësisht ajo që ka neve na bjen sy dhe që ka na dhëm shumë është sepse i përmendëm figurat e jetës publike, i përmendëm të jetës akademike, shoqërore, kështu me radhë. Kulturës gjithashtu. Heshtja nuk vjen vetëm për këtyre segmenteve, heshtja vjen edhe për një numri jo të vogël fatkeqësisht të xhallarëve. Cilët për një arsye apo për tjetër e kanë zgjedh heshtjen duke e masku ato se është pi urtësisë, prej matjes, damit dhe dobis. Dhe kjo na dhem shumë. Absolutisht. Dhe unë të jemi dëshmitar, mund është mi numru në gishta sa hutbe, gjumas, jam bajt për një lloj sensibilizimi. Na i frekuentojmë këto xhamia, këto të Prishtinës. Ndoshta qytete tjera ka pas, po xhamiat ku i frekuentojnë me disa përjashtime fatkeqësisht, nuk kam dëgjuar diçka që është mbajt për apostafat hutbe për Gazën. E kuptoj matjen e damit edhe dobis, edhe kuptoj urtësinë deri në farmase. Por nuk e kuptoj një heshtje totale, aq më tepër për disa figurave shumë të shume që në gjuhën e medjave mundet më konsideru edhe influencera par excellence, për hoxhallarëve, ato figura heshten. Sikur kur gjë s'po ndodh atje, sikur na nuk kemi kurfar lidhje me ata që thashë se është një lidhje tek e fundit dhe subjektive.
unë kam fillu mja unë numru si guxim edhe atë pjesën e lutjes në hutbe kur e përmendin thojnë rastin e Gazës. Në raste përjashtuese kur e përmendin. Do të thonë kaq nivel ka ra. Kaq ka ra në këtë nivel. Se s'po flasim për shembull në paraqitje publike ose me kanalet cilat i kanë krejt pavarura. Po, Me mbajt ligjërata, me thënë kështu ka ndodhur ose ashtu duke ndodhur ose nuk e kam fjalën për një farë intensiteti të vazhdueshëm të kësaj teme, po më shumë çështja e Gazës ekspozon gjendjen tonë. po. Kjo pajton është theksi i Pajton plotësisht, kjo është edhe fatkeqësia. Po. Shiqati po. se deri tash i përmendëm se dhe në debate me kolegë, me kolektiv të punës e kështu me radhë, Po. në debate ndryshme e përmendëm vetëm perëndimin. Po. Jo, ndalëm pak tash edhe shtete tjera, ti përmendëm shtetet arabe. Po. Shtetet arabe janë bashkëfajtore në përkrajën e gjenocidit. Po. E ki Arabinë Saudite, Që financojnë, që përkrajnë, që kthejnë krytanash, Po. ndaj krejt ati gjenocidi. Po. Është E kem- turpshme. E turpshme, e kemi Emiratet e Bashkuara, të cilat jo vetëm që e përkrajnë Izraelin, kanë dorë drejt për drejt në gjenocidin e Sudanit, se gjenocidi i Sudanit është harrohet ose në një farë mënyrë nuk raportohet në shkallë sa raportohet ai Gazës. I Jemenit për shembull. Jemenin e cila ku Arabia Saudite është direkt e përfshime edhe në Jemen. Po. Do të thotë Jordani, mos flasim, shtetet e Gjirit në përgjithësi janë me dy kamp të përfshime në këtë gjenocid dhe përkrajnë mënyra dhe në forma ndryshme. Po. Dhe tentojnë t'i heshtin dietartë cilët flasin për këto masakra dhe për këtë gjenocid. Dhe pastaj atë heshtje e mveshin me petkun e fesë. E vërtet. Tash po më kujtohet, bile edhe pa ta postu në Facebook, çka pa ta marrë disa kritika, në Po ke rreziku shumë. një dietar palestinez, një hoxh palestinez, nuk po më kujtohet tash emri, thot kështu, kur e sheh heshtjen e muslimanëve, autoriteteve muslimane, shteteve muslimane, aq më tepër kur e sheh heshtjen e disa dietarëve që ai ka prit që mund të reagojnë, të paktën të flasin, thot nuk po i kërkojmë as paratë e juve, nuk po i kërkojmë as fetvat e juve, as rahatin e juve, as ndihmat e juve humanitare, as hurmet, as gjë s'po kërkojmë. Po ai ironizon bukur shumë, edhe bukur fort. Thot vetëm aman na tregoni sepse ne jemi shumë të rritun. Kemi mungesë bukës. Edhe tujit. Kur pejgamberi alayhis salatu wassalam ishte i rritun, edhe kur e lidhte me gurin bark, a e lidhte gurin mbi kthiz a ndër kthiz, a ishte guri i madh apo i vogël? Me këto ndriçana se këto po na duhen, është një ironizim kështu shumë i fortë. Ky më kujtu dhe në një farë mënyrë ky e përmbledh krejt atë heshtjen ose përkrajen mbrapa skenët vendeve arabe ndaj gjenocidit nga Gaza. Disa nuk e din çfarë mase, disa hoxhallore dhe kanë paraqit sikur luftë sektare, do të thotë është ky një grupacion, disa tjerë kanë thonë jo, këta nuk janë rregull me akide, me kësi, me asi, me thebe, qapo dijone. Debate që zakonisht kështu në ngecin. Edhe në angulfatin skajshmërisht. E këto e kam paraqit, mirë po kjo ke jetë shkurt, se vetëm fillim Gazës u pa kjo, pastaj nuk funksionoi. Ajo në një farë mënyrë vala e madhe që vinte edhe për muslimanë dhe jo muslimanë, në një farë mënyrë e largoj këtë në një farë mënyrë këtë arsytim prej skene gati komplet, sepse nuk nëse është për me mbajt akiden edhe tauhidin, ata janë të mbajnë praktik. Ma i shohëm skenat e të mërshme, kur një prind i këshillon tjertë, aty thot, kjo është sprovë prej Allahut, përmbajuni dhe lidhuni vetëm me Allahun. Kjo është, do më thonë, tauhidin, s'kan veprim matnal se sa kë. Me dhjetra, mos me thonë me qindra, dëshmi tjera, kur fëmit, do më thonë, të mitur, dalin edhe artikulojnë domethënë mbështetjen te Allahu dhe në një farë mënyrë këta janë për mua domethënë modeli më i lartë i mundshëm
ashtu siç po perceptohet për një pjesës më të madhe të perëndimit sot. Fiks. Prandaj edhe kur jemi te kjo pikë ka me thonë davete, thirrja islame është më e mirë është kur në praktikë shohin në rastet më ekstreme. Gjenocidin në pikën më kulmore kur është, ata nuk e hupin shpresën te Allahu dhe shpresojnë. Tauhidin do të më marr kështu. Jo prej disave me klime, me mirësive aty dhe fillojnë me teorizu ose i tregojnë vujtjet e shokëve të profetit. Cilat nëse nuk i shiqana e dim gjithë se nëse nuk i aktualizon disa mësime dhe disa praktika të pejgamberit alayhis salam dhe të sahabeve, ato vetëm besin si pralla, si tregime boshte të cilat nuk kanë kurfar jetësimin dhe ndikimin jetën e përditshme. Ato jetëson. Nuk është mënyra më e mirë ndoshta për mu jetësu, po Allah i çon sprova. Është tu i sprovu ata dhe neve, ata është tu i sprovu në një farë mënyre për me marrë në mësim. Tamam. Aty ne janë ngri derexhet pa dyshim. Sa ke pas rast se jemi nga fundi bisedës, sa ke pas rast mi përcjell ngjarjet në Shqipëri, protestat? I kam përcjell edhe pse dita 55, nëse nuk gaboj është e protestave, nuk do me thonë se çdo ditë e kam përcjell për 55 ditëve. Protestat në Shqipëri i kam përcjell mbajegën, ndoshta këto sepse kanë lidhje me çështjen. Kanë lidhje me çështjen për cilën po flasim. Që janë dy lidhje, cilat janë shumë problematike. Ta zom themi hipotetikisht, edhe nëse hipotetikisht nuk ka ndodh ose nuk është saku, nuk është ajo qëllimi kryesor, ajo që ka po mendohet, mjafton mudhez alarmi i madh për dy gjëra. E para është sazane në Zvërnec, që ka të bëjë me ujën dhe me investimin aty. E dyta ka të bëjë me tokat bujqësore. Shqipëria në kulmin e gjenocidit të Izraelit nënshkruan marrëveshje bujqësie me Izraelin dhe aty thot ata në një farë mënyre e kanë një farë e shtrin ndikimin dhe investimin e tyre. Nuk mund është me një qeveri gjenocidale në kulmin e gjenocidit i me lidh marrëveshje për toka bujqësore. Kjo është problematike. Absolutisht. Është problematike. Prandaj edhe i kuptoj protestust, sepse protestust nuk fokuson vetëm te Zvërneci ose te tokat bujqësore, po është një farë korrupsioni që ka ndodhur dhe është një farë elite e korruptume ashtu deri në thelb e Shqipërisë. Madje që nuk fshihet. Nuk fshihet, absolutisht nuk fshihet. Mirë, po kjo është kulmi. Dhe kjo në një farë mënyre kjo i ka rënë këmbanave të alarmit më shumë edhe më fort se kur dhe me plot të drejtë. Dhe jo nuk është rastësisht se Edi Rama e targeton grupin e muslimanëve. Në kushtimisht në ato mbrojtjet e tij publike i ka apostrofu disa figura me emër e me mbiemër, që në një farë mënyre janë hoxhallar atje ose aktivista muslimanë. Dhe ndaj cilëve kështu ka vjell vnerë. E mëndej siç dinajt i kamufloje, që ndoshta në mjedisin shqiptar funksionon këlloj argumenti. Janë të sponsorizuar nga Irani ose nga kudione grupe radikale muslimane, kështu me radhë. Po, megjithatë krijohet përshtypja që sikur në nivel global këtu ai narracioni pro-izraelit i propagandës ka fillu të shembet, të paktën në Shqipëri. Kosovë, jemi një stad të vënuar tash në këtë rast. Domethënë ndoshta rast e fundit koncentrik, ndoshta. Edhe këtu madje ka pasur keq kuptime, edhe vjen me pas keq kuptime në raport me elitën politike këtu në Kosovë. Fjala vjen kryeministri aktual ende perceptohet nga shqiptarët e Shqipërisë si anti-Izrael. Ose identifikohet me rrymat politike të majta që në perëndim janë të zëshme kundër Izraelit. Këtu gabimisht, kushtimisht klasifikohet ky si pro-palestinez. Po, ashtu është perceptimi i Shqipërisë. Ka qenë në fakt para disa vitesh kur s'ka qenë. Kur s'ka qenë, pushtet ka qenë. Tash ai ka përdorur ato për si vetëm mjet propagandistik apo
një mend e ka menduar ashtu. Si në shumë raste tjera, për Si në shumë raste tjera. Idenë kombëtare, kështu më radhë. Na nuk mundëm me di, se të ke fundit na nuk e dim në zemrën e tij çka ka. Sigurisht. Mirë, po e dim se tash është komplet ju aktiv. Po. Në këtë pikë është ju aktiv. Po. Në këtë pikë me sa e di unë, askush prej krerëve partisë që është në pushtet vendvendosis nuk e di që e ka ngrit zonën të paktën të flas diçka për gazon. Unë nuk di. Ndoshta ka dikush, po unë nuk kam has. Deputet jo se jo. Deputet jam di farë përfaqësimi. Deputet jo se jo. Shiqa, kollaj është me fol kur nuk je në pushtet. Po. Kur vjen pushtet, janë disa sfida. Po me gjithat, ajo që ka mendohet për kryeministrin e tanishëm në Shqipëri është se kë e thot vërtetën dhe kë i ka qanë përpara me disa politika pavarësisht se çka thonë ndërkombëtarët. Nuk e lodh fort kryt se çka i thonë ndërkombëtarët. Atëherë çka është? Edhe për gazën mundet me ngrit paktën diçka. Nëse zgabojnë në një emision televiziv, pak para zgjedhjeve, nuk e di në cilin kanal televiziv, e pat një intervistë. Atë uzu ngosht bege prej gazetarit në KTV, nëse nuk gaboj, në KTV, atë uzu bege Raldini Fazliu, po, pikresht, se s'mu kujtaj ke emre. Atë uzu bege ngosht. Uzu ngosht se në përgjigja ati ke një përgjigje te e zbutur. E zbutur amatoreske, kështu, edhe në një farë mënyre sikur dhe ke me thonë, hajde kalujmë pyetjen tjetër. Tash të Edi Rama dhe të se ai nuk më mundet mi paramendu musliman që janë aktiv në nxjerrjen e të palarave tyne. Sidomos me sazanin edhe me tokat bujqësore, po këto janë veç një ndër shumë arsyet. Se i njëjti skenar paka shumë ka ndodhur edhe këtu. Domethënë ka menduar që është duke i kontrollu masat e muslimanëve nëpërmjet disa hoxhallarëve. Pikërisht. Do ta themi hapa. Pikërisht, po fatkeqësisht. Edhe këtu është parafërsisht e njëjta skem. Edhe këtu me siguri për momentin e kanë në kontroll, sepse i kontrollojnë disa prej figurave të hoxhallarëve. Për të mos u fut kështu në këto teori konspirative, po domethënë me përfundu të ndoshta bisedën me një konkluzion kështu të përgjithshëm, cili në një mënyrë është parashikimi yt për të ardhmen, nëse mund të themi parashikim kështu. Sa mund ta përmbysim këtë lloj narracioni, edhe sa ka hapësirë në një farë mënyrë edhe shpresë për ngritjen e një elite krejt të re, sepse neve na mungojnë modelet edhe të politike fundit, sikur fjala vjen modelet e politikanëve në Spanjë ose në Irlandë, që i ka morë për vete shumë për qefi, kështu, ju rikthejm shpesh. Sidomos në Irlandë ka pas protesta, kanë eruptu protesta masive, dhe kanë qenë në Shqipëri, tash kemi të bëjnë, do me thonë, elita tona karshi genocidet dhe elita tona mrena politikave tona, elitat politike. Shqipëri protesta s'ka marrë formë politike ende, nuk ka në afer definimi politik. Për fatkesh. Për fatkesh, 55 ditë të sa janë, ende nuk kanë një definim politik dhe është problematik në vetë. Te ne, sikur mendohet se është modeli më i mirë që na ka ardhur si kryeministër, gjë që s'është. Është e kundërta në fakt. Është e kundërta. Kjo s'do me thonë edhe parti tjera që kanë qenë pushtet, kanë qenë modelet mira, asesi, edhe ato paka shumë ngjajshme. Një farë mënyrë janë fajtore për ardhin e tij. Për ardhin e tij këtu. Tash sa i përket kësaj, atje nuk ka definim politik, nuk i dihet epilogu i protestës, me gjithë vullnetin e madh të popullatës, po një gjë që atje më lëm për shtypje, dhe unë ka mendu të kundërtën. Po në një farë mënyrë, sikur e kum përgënjeshtru vetveten, ata kanë qenë më të sensibilizuar për disa çështje edhe globale, edhe çfarë po ngjet aty në Shqipëri. Më shumë se ne. Në Kosovë, sikur jemi pajtu me pushtetin, edhe jemi në gjitha punë janë dyzen, edhe kështu jemi duke shku mirë, edhe s'ka që ka me fol atje për Gazën e për Palestinën, nuk na dohen ato biseda, ato biseda janë të kota. Është vështirë me qa. A thu që ne ndoshta edhe artikulojmë këtë mënyrë gabueshme, një farë mënyrat dëshpërimin. Për shembull, shtresat më të pakënaqura këtu në kuadër të shoqërisë
veç një zgjidhje e kanë para vetes, ose të paktën në ndërdijen e tyre. Ikem prej Kosovës. Dhe më thënë, nuk ka një vedije, se vedia politike fundit është vedia më e lartë e mundshme. Sigurisht. Po, nuk kanë një farë vedije të lartë politike që t'i bëjmë presion, të kërkojnë llogari për shembull për gjëra që të paktën janë thënë me zë para masës. Sikur në rastin për shembull që përmendë bisedën kur ja shtron pyetjen e gazetarin njoftun Eraldin Fazliu, kryeministrit në detyrë aktual. Për çështjen e gazës, thotë, keni qenë kështu, tash nuk jeni. Po. Është e kam vështirë me mendu një skenar ma ndryshe prej kësaj skenës aktuale politike. Është nuk po munda me paramendu ndonjë forcë politike që kish me bu ndryshime rrënësore këto. Protestat e masive në Shqipni edhe na japin një grim shprese, por formësime, marrja formës politike të saj, kërkon mund të madh. Nuk e di a vjen krejt për spontanitetit. Nuk e besoj. Në Shqipni mundet. Po. Këto të ne nuk është as nism. Po, tamam. Tash, mjetet më duket se protestat dhe këto rrotullimi veturave, këto sikur janë konsumu pikërisht për kryeministit që është tash në detyrë. Po. Sikur i ka konsumu gjitha mjetet e mundshme, dhe tash sa do të del në protesta, do rrotulla vetura, nuk përputhen me kontekstin politik, nuk kanë imitim edhe nuk kanë kur farë ndikimi. E kam shumë vështirë me mendu se ka ndaj forcë politike, nuk do me thonë që është e pamundshme. Dhe nuk do me thonë që nuk mundet me ardhet e një organizim shumë rapid i përmbysjes të pushtetit. Se i kaluam minutazhin, mirë po ta përmbysi këtë lloj argumenti kushtimisht duke e pa shembullin tënd, edhe individëve sigurti, megjithatë nuk jemi krejt të pashpresë. Ndoshta na mungon një farë lloj organizimi më serioz, mirë po nuk jemi të pashpresë. Shqeqa, unë jam vetëm një individ. S'ka ndalë asgjë, ke pas konsekwencat e tua kështu si profesor si. Kur jemi te shkolla, do të me përmend edhe diçka se ndoshta kam haru me përmend ma herët. Nuk është bajt asnjë orë për kushtuar gjenocidit në Palestinë, asnjë orë me njoftim zyrtar, qoftë nga mashti, qoftë nga autoritetet komunale të arsimit. Përkundrazi disa ish krerë të arsimit komunal kanë shku në vizita në Izrael. Po. Kanë pozu dhe kanë postu, po. Dhe kjo bon me dije se ata mundet me marrë disa nxënës, apo nuk mund të flasin në emër të institucionit, ata mund të shkojnë si individ, dhe mund t'i urrejnë edhe muslimanët e arabët, kush thot asgjë. Pafundësisht. Mundet edhe mu mbyt me atë mlefin kundër muslimanëve arabë, aty s'është gale. Mirë po me marrë nxënësat edhe me dërgu atje është problem. Në emër të institucionit, është problem i madh. Asnjë orë për kushtu në gjenocidit, asnjë orë dhe nënën tjetër i merr nxënësat edhe i dërgon atje. Te shkolla është unë jam vetëm një individ dhe zërin që e ngris është për shkak parimeve të mia, për shkak besimit tim. Përmbysja e pushtetit kërkon kohë, ndoshta vjen edhe një rrethon keq spontane. Absolutisht. Ku krijohet rrethona e tillë për me ndryshu diçka. Këto çka jemi tash për momentin është tejet e vështirë, mos edhe pamundëm, po nuk jam i pa shpresë. Nuk e hupi këtë mytin me thonë se... E qartë, je racional. Kuptuhot, rrethonat janë të vështira. Sa të falenderoj shumë që ke gjetë kohën për këtë bashkëbisedim. Të uroj sukses, shëndet edhe gjithat mirat, edhe të shpresojmë që individët si ti gjenë më tepër hapësirë për ta artikulu zërin me guxim edhe të vërtetën. Të falenderoj edhe une për ftesën dhe shpresoj të shihemi më shpesh në emisionet të tilla dhe mbes me shpresë se të paktën kanë mushtu këta zëra kundër disa
Këshijave padrejtia dhe të këshia që ndodhen qoftë ne qoftë kudo në qoftë. vende tjera Po. dhe gjithmonë duke u nis për një parimit, do të më thonë të vërtetën kudo që je me kudo që je. Tek e fundit është edhe pjesë e fesë tonë. Hadithi thot qartë kur të shenjë të keqe mundo me dorë, nëse nuk mundesh me dorë, të paktën me gojë mundesh. Paktën me gojë mund të flasim kundër. Po, patjetër. Kto na garanton tek e fundit krijuesi jon Allahu është ai që na garanton. Faleminderit shumë. Edhe unë ty të falenderoj gjithashtu, faleminderit. Miq të nderuar, kaq kishim për këtë epizod. Mos harroni të ndiqni kanalet zyrtare të gazetës online Fol Drejt. Faleminderit për vëmendjen e shihemi në epizodet e radhës.